Atëherë më rikthehemi së bashku në këtë blok të dytë për të vazhduar pra këtë transmetim drejt për drejt do të flasim në fakt për paraqitjen e Nexhmettin Spaiut mbrëm në pressing sepse natyrisht siç do duhej erdhi një reagim nga ana e tij për atë fotografi që ka publikuar me Marko Gjurish, pra tronditjen që ka psuar opinioni publik fillimisht me fotografinë e Gjurish dhe në anën tjetër me pohimin e Nexhmetit Spaiut se e kishte hequr stemën e Republikës së Kosovës. Pse deri tani nuk është intervistuar nga asnjë prej organeve të drejtësisë në Kosovë, sepse zërat vazhdojnë të shtohen për një gjë të tillë. Kemi krijuar një panel ftuarish dhe më lejoni t'i prezantoj. Me ne në studio Ardian Gaxheri, faleminderit shumë që je këtu. Kënaqësi, faleminderit. Gazetari Fatëm Mehmeti, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Dhe Azra Shala, faleminderit shumë. Natyrisht kjo është një epizod tjetër për të folur për këtë dhe vetëm pas pak nga Zvicra paraqitet në Fail Maliqi dhe në anën tjetër kemi Bardh në Ngurën që do të bashkangjitet gjithashtu. Por do ta filloj këtë bisedë me juve, prof. Azdren, si sheti krejt këtë situatë? Realisht ka dy tabore, ata të cilët thonë se urat e bashkëpunimit krijohen përmes takimeve të ndryshme dhe është ai tabori tjetër i cili thotë që çdo urë bashkëpunimit do të krijohet në momentin që na njohin dhe që nuk veprojnë kundër për çnjohjen e Kosovës në fakt. Jo më larg se dje Gjuriçi kishte dhënë deklarat prap që Serbia është gatshme ta pushtoj Kosovën. E dyta, si palë e barabartë nuk janë të përfaqësuar, sa e ka flamurin sërb mbrapa, ndërsa ky qyçoni jonë ka ikë edhe flamurin e Kosovës, që i bjen plus nuk është i ngarkuar me një mision diplomatik. Për më tepër se kaq, unë mendoj që pse AKI-ja nuk e interviston në Nexhmetin Spaiun, na e kemi pa, tashmë është e konfirmuar nëse ju besoj mediave që AKI-ja sot kontrollohet nga Albin Kurti. Ndërkohë Albin Kurti dhe Nexhmetin Spaiun me një tabor. A i bjen tash që ka pas shef Albin Kurti mu taku Nexhmetin Spaiun? Jo, nuk ka pas shef, po e aprovon këtë takim, edhe çdo dom që unë sjell Nexhi, që unë insistoj të ajo që e thash para 2 ditë ose 3 ditë. Se lidhët me Nexhin, ky veç profesor është. Urno, jo. Thash çdo dom që e sjell ky për mu bë bashk palë me Gjuriçin kundër krerëve të luftës, Albin Kurtit i leverdis edhe i pëlqen. Shumë e thjesht, pra, nësa AKI-ja është e vërtet që është e kapme nga pushteti, Nexhmetin Spaiu atje, bën të palë, futet me një qerë, bashkon forca me Gjuriçin, me Serbinë, me shpif, edhe me quhet dosje të shpifme në gjykatë speciale kundër krerëve tonë, Albin Kurti. Po kjo me një qerë me ta, ne thamë para një misioni tjetër. Pra, Albin Kurtit i pëlqen epilogu. Pra, Kurti po e ndronë Nexhmetin Spaiu. Vështirësohet procesi i krerëve të luftës atje, përmes këtyre bashkëpunimeve të gërditshme si të Nexhit me Gjuriçin ose me Serbinë këtë rast, Albin Kurti i pëlqen. Kjo është bashkëpunim sipas teje, nuk është një takim që ka quajtur Nexhit. Funksion të shkafit. Këto veç takim nuk është. Kjo është një bashkëpunim, një bashkim forcash me deponue, me shpif, me kontrabandue, me shpik fakte, me gjithë. A kishte një pendim nga Nexhmetin Spaiu mbrëm në intervistë? Jo, unë e pash, sekonda shkurtër se kesh vetë në emision në Rubicone, as mujta me Barcial Kret, po ky sa i pendum. Fakta do ta përsërisja. Ky po njët mirë. Kjo ka njët krenar që ka shku atje, me atë idenë që e ka bën nomin. Po këto janë barcoleta, këto janë anekdota që nuk bëna mi hongër. Për këtij personit, për këtyre personave që takohen me një shtet, me një përfaqësues, për më tepër ministri i jashtëm, që e ka plan me të pushtuar prapë sot, kjo është skandal. AKI-ja por e përsëris Vena Theksin nuk e interviston, sepse janë qerre me Albin Kurtin. Rezultati që e sjell Nexhi, mi kontrabanduar djem ton hak, i pëlqen Albin Kurti. Nga Leo Gaxherin lidhur me ato që u folën në këtë takim, tha se nuk mund t'i bëj publike të gjitha. Çka ka diçka që është aq konfidenciale të mos bëhet publike? Pikrisht, edhe ajo është, por a ka ndonjë njeri i cili është fut me stem të Kosovës në institucionet serbisa? Nuk ka. Do me thonë, ky zotri Spaheu e ka ditë atë punë që duhet me... Por tha se kam hequr vetë, nuk e kanë kërkuar. Ato mundet me ashit dikuj tjetër, por me u fut në institucionet Serbis me stem të Kosovës është e pamundur, sepse serbët e Serbis jetojnë me moton shqiptari është i mirë vetëm i vdekur. Dhe unë nuk do ja zia për të marrë dhe një fotografi zotrit Spaheu, por është në esencë, veprimet e tij janë shumë kundërthënëse me kombin shqiptar dhe me shtetin e Kosovës. E marrim intervistën e vitit 2017. Pse në kundërthënie? Ai ka përshtatur shumë idenë e kosovocentrizmit dhe në anën tjetër nuk është kjo popullore në kuptimin që shërben ka duhet jetë popullore, sepse ne jemi si jashtë forca mu bo 7 këmbë. Por ata që deshta me thonë vitin 2017 në një intervist bashkë në një studio televizive në RTS në Serbi bashkë me Ivica Dacic, Nexhmeti Spaheu thot për Edi Ramën se është një narkoman i droguar dhe në
në ndikimin e drogës ka deklaruar se mund bëhet Shqipëria e madhe. Përveç asaj, kjo gjenezën e ka pak ma thellë, e ka gjenezën e asaj gjeneratës së shqiptarëve të Kosovës që kanë thonë folë serbisht më në ka të ndarë. I kanë stigmatizu njerës të cilët nuk kanë ditë me folë serbisht ose nuk kanë folë serbisht. Nezbëdin Spahiu ka stigmatizuar njerës, por kjo është njerës të prapambetur, nuk është e tepërt, ama e tepërt është kjo me shku me bo fotografi me Gjuriqi. Jo, këtë që po e thua, se janë detajet që ti s'mund të dish. Pastaj, e kemi kosovecentrizmin, se po du mi randu argumente me këtë që ka bo kjo. Kosovocentrizmi kujt i konvenon? Neve, jo. Mundemi me pas argumente kontra, për neve nuk na konvenon, sepse ne jemi 1 milion banor. Jemi hala shtetë që s'na një OKB-ja. Jemi shumë të varfër. Ne vetëm avantajë nuk kemi shumë dopsi si shtetë. Dhe neve, si kur kombë, na konvenon të rrimë bashkë. Me këtë logjik po thua Kagjerit, neve s'na duhet as përfaqësusja futbollit. Kështu po thua ti? Përfaqësusja është diçka tjetër, kombëtare është diçka tjetër. Edhe ajo është temë diskutimi a përfaqësusja kombëtare. Po me gjithat, kombi, se tash qifti i këti Nezbëdin Spahiu, edhe disave që i frynë kosovocentrizmit, lidhen e argumentet e revolucionit francez, kur janë kriju shtetet. Tash po e përshpejtoj. Edhe dojnë me kriju kombë shtet. Tash e vërtet është më të ndarë do të jemi më të dabët, është e vërtet ku do ne mund të bëhemi kombë shtet, por tani edhe me dash neve nuk na konvenon. Prandaj duhet të qëndrojmë kombë shqiptar me shtetësi kosovare. Sepse e kemi edhe një diçka tjetër. Ne i kemi shqiptare edhe në 2 shtete tjera. Ne shqiptarët e Kosovës i kemi harru ata shqiptarët e Preshevës ose Luginës dhe ata të Malit Zi e të Macedonisë. Kështu që ne duhet të mendojmë atë big picture, fotografinë e madhe. Po, por zotri Gazir do të ndalësha pak tek Nezhi, edhe tek takimi, edhe tek deklarimet e Nezhit. Kush përfiton për këtij takimi, Faton Mehmeti, në qoftë se jo shteti i Kosovës dhe në qoftë se jo Nezhi personalisht diçka? Po, vetëm interesa personale ka. Interesa personale? Nuk mund të ketë interesa nacionale. Jo, zotri Nezhi, dje më dëgjova me vëmendje, ai deklaroi sa unë kam bu hapa në të veprimet e tij, imagjino, është takuar me Gjuriqin, stërnepi i Nikola Pashiqit, i cili ka hartu projektin e madh Serbia e Madhe, edhe mbi cilën janë kryer gjithë krimet më monstruoze që kanë ndodhur në Ballkan pas luftës së dytë botërore, është ky. Ka një kontradikt aty. Gjuriqi takohet vetëm me Radojqićin edhe me Spahiun. Nuk takohet. Çfarë do thot për juve? Çfarë do thot për juve edhe deklarimi i menjëhershëm i Gjuriqit? Është edhe një lloj apo tenton ai që me kriju një farë modeli që unë jam ai lideri pro-sërb që më mi taku shqiptar, po nuk i ndroj qëndrimet në të njëjtën anë me bashkëpunu, apo realisht çfarë do thot ky deklarim i menjëhershëm pas takimit, zotri Shala? Shyre, unë mendoj që ai ka në funksion të asaj me mbret Nezhin. Nezhin? Po, sepse ai e din që në Kosovë ai stigmatizohet ose kërkohet me rëndpytje, pra i kërkohet llogari. Po shembron Nezhin ai të thonë dojna me pushtu Kosovën, ndërkohë që Nezhin edhe më herët deklaroi që ka qenë takim mitësor etj etj. Dakord me atë pjesë, unë kjo a dyqysh, ky do me thonë politikë të dyanshme. Po dhe, se e para e punës, ky deklarohet me njerë mas takimit. Që i bjen, Nezbëdin Spahiu ka shku atje, me ja plëcu narracionin. Ka shku atje, dhe me që shot Nezhi, ku më shku atje se kërë Adim Jashari. A ishte kjo? Do me kriju fabulën që jenë armiq. Gjuriqi edhe Nezhi janë armiq, rrjedhimisht në Kosovë mos e linqoni. Na e dim që Nezhi aty janë qerre me ta. Pra kur ky del me deklaratë të pushton ty, ndërkohë pak ditë përpara e ka takuar Nezhin, ky do të thonë që këtu e keni një trim, dhe me kësi Nezbëdin Spahiu, na jemi armiq, me gjatë takona. Kur e përmend Adim Jasharin, Faton Nezbëdin Spahiu ka pasur deklarime edhe për çështjet dhe luftën e UÇK-s. Si ke para ato? Realisht ka qenë nihilist në kuptimin që i ka mohuar rolin e UÇK-s, ka thonë se UÇK-ja na ka vrarë pas shpinë etj. Pra, si me thonë, e ka stigmatizu dhe ka dosht me përull rolin e UÇK-s në raport me të vërtetën dhe me Serbin. Dhe gjëja që ka qenë vetëm disa njerës që kanë luftu kundër Serbis, dhe ne shqiptarët nuk është se kemi shumë problem të akomi, ne mund të vazhdojmë, si me thonë, atë loj vllaznim bashkimin me Serbin, edhe këtu kanë qenë deklaratat të tërshme. Mua realisht je unë... Sinqert, për ta interpretuar drejt gjithë ato që ta Nezhi, ai tha se ka pasur të tjerë që janë takuar me Serb, qof me Mirë po asë njëri nuk ka shkuar. Ndryshe është kur janë takuar ministrat për çështje politike. Me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve normalisht. Ndryshe është me shku privatisht
privatisht me shku ministri të jashtëm. Na mos të harrojmë Nexhin një fakt, kur Nexhi deklaronte se kur ka lind Adem Jashari. A ka lind me 28 nëntor, a s'ka lind me 28 nëntor. Çka thotë se asgjë nuk është e rastësishme çka bën Nexhi. Pra ishte motivuar atë? Krejt këto, do me thonë, ma heret e ka pas kauz të veten me bo publike se a ka lind Adem Jashari me 28 nëntor, apo jo. Gjë që se e falsifikuar ditëlindja e tij, por me korrespondu me... Imagjino Nexhi edhe Adem Jasharin do me na mohu neve si kom. E qartë. Po dalim tek zotrin Ngura, të cilin e kemi në një lidhje direkte, por fillimisht duhet ta e kemi edhe një poll. Po, dhe në fakt, sapo kemi hapur një sondazh për njerëzit që na shohin online, nëse Nejmedin Spahiu më shumë i ka bërë dëm vetës me takimin me gjyqin apo Kosovës, po se janë alternativat. Në të njëjtën pyetje në Ngura, kujt i ka bërë më shumë dëm Nejmedin Spahiu? Mas pari ju përshëndes juve dhe të gjithë pranishmit që janë të kyçën program. Nejmedin Spahiu i ka bërë dëm Kosovës, shtetit Kosovës, dhe Nejmedin Spahiu, si pas me nuk ka shku rasisht atje. Ai nuk ka, kone ka përfaqësu kur ka shku, kush e ka dërgu, në çfarë cilësie ka shku atje, të shkon ti të atakosh ministrin e jashtëm të shtetit, i cili shtet, që e thanë edhe parafolësit, ka aspirata me u rikthy, me të kupu, me të masakru që është ka masakru në përshekuj, dhe ti shkon direkt të aj, kush je ti që shkon atje? Unë e kom dëgju pronë. Në fakt, në falë, zotrin Ngura, sepse po ta bëj një interferencë të vogël. Edhe kush është Nexhi që ta pres ministri i punëve të jashtme të Serbisë? Punëtori ministri. Pikërisht atë e them. Ai e kom dëgju mbroma aty provoj me arsyetu vetëm kur pas ka pas shku në kohën kur kryeministri Ramush Haradinaj ka shku në Hag dhe ka zavendësu Bayram Kusumi dhe thonte se ka shku me kryqen e kuq me një përfaqësues ndërkombëtar të kryqit kuq ku diun çka dhe u mbor gjoja si fal atij takimi që ka shkuar atëherë në Beograd, ko kanë konxhet 1600 në kusur kufoma ku diun të më thonte të njerëzve të zhdukun. Nëse atëherë ka shku në cilësinë e përfaqësuesit të kryqit kuq të Kosovës është në rregull dhe s'ka kur gjë të keqe, po ta bën atë krahasim me këto që e ka botani, kjo s'nzaven fare. Çka ju lën me nënkuptu juve, zotrin Ngura? Sepse ju thoni, ajo që po flitet se asgjë nuk është bërë rastësisht në këtë mes. Për mu, për bindjen teme, nuk kom fakt, ai mundet me më padit nga kjo që pe thom tani, fakt nuk kom, po për bindjen teme, vetëm njeriu që punon për bijën serbe shkon në këtë formë atje. Nejmedin Spahiu punon për kjo është akuzë e rëndë, në fakt. Unë e thash më start, mos ma kesh përdor fjalën, unë e thash, nuk kom fakte, po unë mendoj, vetëm një shqiptar analizë ka që punon për bijën serbe shkon direkt në Beograd dhe takon në zyre ministrin e jashtëm të Serbisë. Dhe Nejmedin Spahiu, që moti, në radhë parë nuk e di pse ai njeri lejohet edhe të ketë qasje publike nëpër media. Ishte gazetari me metaj që e deklaroj që ai e ka dhe diplomën falc, që fare s'ka diplomë universitare. Po, kjo ishte çështje më e vjetër, më herët kishte ndodhur kjo. Ai vazhdon edhe matutje tjetë profesor në universitet dhe vazhdon edhe matutje me qenë prezent në media. Dhe normal, një njëri i tillë që kërkush nuk merret me to dhe bën ai çka do, ai shkon edhe në Beograd. Por, ta shtrojmë pyetjen edhe diskutimin në anën tjetër, Gaxhirri. Cilët janë persona që i kanë dyert e hapura në takime të tilla? Cilët kosovar i kanë dyert e hapura të shkojnë të atakojnë ministrin e Serbisë, cilën do? Të gjithë ata që në studio televizive i thojnë opinionit publik që kosovarët janë populli prapambetur, shqiptarët nuk vynë gjo, janë njerëz të malit, UÇK-ja nuk dihet që ka qenë a terroriste, a çlirimtare, i mohojnë figurat kryesore të historisë son të re dhe të vjetër shqiptare. Gjithë ata shqipfolës, se s'mund t'i quash shqiptar, e kanë rrugën të hapur në institucionet e Serbisë. Dhe kjo që ka ndodhur me zotrin Spahiu për mu është shumë e mirë. Ne kemi nevojë që këta lloj njerëz, cilët nuk i shërbejnë vendit ton, ti nxjerrim në pa dhe ta dim se ku janë. Sepse kështu nën petkun herë të politikanit, herë të profesorit, herë të ati, fshihen gjëra të ndryshme të cilat neve na shkaktojnë dëme të mëdha në qoftë mirëqenie, qoftë në shtet formim e shtet ndërtim. Prandaj një gjë e mirë ka ndodhur që Nexhi tash ka dalë me Gjuriqin, atje ka prit Gjuriqin takim miqësor e gjasë. Është Nexhi vetmi, Gaxhirri? Nuk besoj që është Nexhi vetmi, por Nexhi është pak tipi
s'po mund më shosh tipi pak sharlatan, edhe e ka bu publike këtë farë pune, sepse të tjerët nuk e bëjnë publike. Ka plot të tjerë, sepse Serbia deklaron... Base pikër është fakti që e ka bërë publike, një që nuk ka diçka për të fshirë. Jo, e ka bërë gjurici. E ka bërë i pari. Pastaj Negja e ka qitë dash me kryu fabulon që është normal takimi. Sepse mos a kishë postu Marko Gjuric, se që marrë vesh ashtë jasun... Pse postoj Gjurici në këtë rast? Cili do ta dëmton të bashkëpunëtorin e ti? Ku është logjika e postimit të Gjurici? Gjurici e lunë një rol këtu, me tërgua aton që, ose me kryuat për shtypjen që Serbia nuk e ka probleme me shqiptarët, po shqiptarët e kanë probleme me Serbinë. Sepse ju e dini, akuza kryesore ndaj Albin Kurti, që kryeministër është, që po sillet në mënyrë fashiste ndaj serbëve në Kosovë. Rrjedhimisht në Serbi, i presin shqiptarët, pavarësisht çfarë cilësie janë. Prandaj Gjurici e bën atakim, por PR politik. Por a është i tepruar gjithë ky reagim në fakt ndaj Svajut? Dëgjoni, reagimet janë natyrshme, a janë tepruar nuk muj me ditë. Sepse në anën tjetër azre ne jemi koshient që një temë tek ne mban 3 ditë, 4 ditë dhe harrohet dhe gjithçka vazhdon në jetën normale. Kështu që a është i tepruar në këtë moment? Reagimi këtu është i sinqert. A është i tepruar nuk e di, mendoj që jo, sepse në fund ditës po takohet një person i cili paraprakisht ka deklarime skandaloze në raport me pjesën më të lavdishme të luftës. Çështja e Kosovës është skandaloze, çësia e Rezolucionit Svajut për Kosovën është skandaloze në jo, sytë? Jo, ma skandaloze sa jo është skandaloze stigma e tij ndaj UÇK-s, po ajo që ai e predikon kosovocentrizmin me një bazë islamike brenda, ajo është skandal i llojit vet. Prandaj për mua Negji këtu ka për mendimin tim një mision të veçantë, qysh me dobësu ose me minua sa më shumë këtë shtet, edhe me baza fetare mbrapa. Për ta kuptojmë diçka sakt, pra ti nuk je kundër takimit, por deklarimet edhe forma se si ka zhvilluar më herët aktivitetin e tij bën të dyshim? Jo, e rrit dyshimin thash. Po dhe pikërisht të nuk jam për takim unë. Nuk je as për takim. Përveç qeveritarëve tonë që e kanë obligim ndërkombëtar me përfaqësu Kosovën negociata, me ndërmjetësues BE-n aty, çdo takim me kriminal serb, me politikan serb që e kanë synim hala me pushtu Kosovën, është tradhti kombëtare. Ka duar sillet, çysh do shmate. Fjalorin e Gjoshipe nuk ka epitet tjetër. Tradhti kombëtare. Hiç kryeministrin Kotras Albin Kurti, kush do qoftë para pas tij, që e kanë obligim, çdo kush e takon në baza private, përfaqësuesin më të lartë një shteti, që o ministri i jashtëm, e ai ka pretendime territoriale ndaj teje, me çdo kret nëse vjen mundësia, kjo është tradhti kombëtare, nuk e di çu shakosh me ta. A keni paju ndaj izraelit që takohet me një nazist asnjëherë, madje ata as linja zyrtare s'kan. Nuk i blen se jo, as linja zyrtare e kanë prema atë. Nuk po thonë më radikal sa Izraeli, nuk po thonë që e modeli më i mirë, por në parim e kanë drejt. Që takosh me kriminalin që të ka vra. Se nuk ndodh edhe kjo me ardhë një gazetar serb, apo kur do qoftë një qytetar serb nga Beograd, apo nga cili do qytet i Serbisë, dhe me taku ministrin e jashtëm të Kosovës. Kurora Lule të Jashart, po çka i ndodhi? Sandulevicit. Për spital. Për spital e bënën. Pra. Në Ngura? Falë që ndërhyrja. Unë e prapë përsëriti, është të mërshme pse AKI-ja o dashë me njerë me morën pyetje dhe policia... Po pse s'po merret në pyetje në fakt, pra? Pse? Azreni thot që mbrohet. AKI-ja është instrumenti Albin Kurtit. Albin Kurtit i leverdis Negji me kontaminue vlerat tona kombëtare edhe historike. Ka që e thjesht është? Nëse se kemi marrë vesh hala që këtë qeveri ka bo veprime antikombëtare, në fund komisën besu që me qëllim... Në fakt në Ngura, a është i tepruar gjithë ky reagim ndaj Nezhedin Spajut? Në fund të fundit, këto janë qëndrimet e tij, s'mund ta shohim kështu? Jo, nuk është i tepruar, bile përkundërzi duhet shteti me reagu. I shkon mirë me reagu shteti, por na mjerisht nuk kem shtet. Shumë e thjeshta. Në shtet e kemi... Kop nga Albin Kurti. Në shtet e kemi Albin Kurtin. Albin Kurtin, një takim, jo një takim, një fotografi me një teren neutral të Petrit Selimit me Ivit Ataqiqin e ka denoncua si tradhti kombëtare. Ku e ka që standard Albini sot? Se asnjë militant i tij nuk e hap gojën. E ajo sulmu fizikisht njeri. E qartë. Dhe në këto momente është koha që edhe njerë të juftojmë të gjithë juve që po na ndesni live në anën e djathtë të ekranit tuaj është shfaqur një QR kod përmes të cilit ju mund të bëheni pjesë e sondazhit ku pyetja për ditën e sotme është: ai ka bërë dëm Kosovës apo vetes me takimin me Gjuriç? Pra është fjala për zotrin Spahiun dhe e keni mundësinë të gjithë të përgjigjeni gjithashtu edhe të komentoni në lidhje me temën. Nëse nuk gaboj tani është bashkangjitur në Fahim Maliqi nga Zvicra. Zoti
Maliqi, mirë se vjen në Kosova Today sot. Natyrisht jemi duke folur pashmangshëm sot ka një vizitë të rëndësishme të presidentës së Kosovës, Vjosa Osmani në Zvicër. Do flasim me ju për të çështje vetëm pas pak, por sepse e di që jeni duke përcjellur, por jemi duke folur për takimin e Nezhmedin Spaiut me Marko Gjurit. Si keni parë ju në fakt, zotri Maliqi, këtë? Përshëndetje nga Berna, nga kryeqyteti i Zvicrës. Siç po shihni këtu, nuk jemi në Prishtinë, as në Gjakov, po jemi midis Zvicrës me këta flamuj që është zbukuruar për presidentin e Kosovës. Do me thonë, sot na vjen në Zvicër, këtu në Bernë, nusja Preshevës. Atëre më thuaj, pa tjetër të flasim për detajet e vizitës së presidentës Osmani, por a keni parë të gabuar fotografinë dhe takimin e përbashkët të Nezhmedin Spaiut me Marko Gjurit, zotri Maliqi? Po, kolege, kum pa atë fotografi, disa media në disa rrjete sociale thash, po është, me thënë të vërtetën, thash Kosova me këto rrjete sociale është bërë tema të ndryshme, po marrin madje edhe për të përqeshë ose me pretendime që të kompromitojnë dikë nga xhelozia apo edhe shpesh mediat e bojnë edhe pra e xhelozuan Nezhmedin Spaiun? Po normal se ai është doktor shkencë, sa e di unë, është një personalitet që ka kontribuar Kosovës. Me diplomat e falsifikuara. Po, zotri Maliqi? Nëse kapimi, unë s'pëm dëgjoj juve veç ku flasëm, falni. Po. Nëse kapimi për atë fotografi, unë e kum pa atë ditë kur ka dalën, duke se ka qenë vikend, edhe i pashtë të ditë pa kravata, kanë qenë thjesht, dorë për dore, edhe nëse i shohim ato emblemat, kush e ka pas, po asë njëri se ka pas. Si ku ta kishte edhe Gjuriqi emblemën e Serbisë. Por e kishte flamurin, zotri Maliqi. Mbrapa shpini ka pas. Po e kishte A nuk mjaftoi flamuri prapa që kishte Gjuriqi? Zotri Maliqi. Mira, i me pritën ai, ka qelluar rastisht. Unë ka qelluar rastisht. Mirë, zotri Maliqi, të lutem. Kemi jeni 4 njerëz të të njëjtin qëndrim, zotri Maliqi ne kemi të vetëm. Le ta lëm kohën e tij, 4 me nëngurë. Okej. Kështu që ta krijojmë hapësirën që ta jap mendimin e tij fillimisht, më pas e hapim diskutimin. Zotri Maliqi, ju na thatë që e kanë xhelozuar. Dhe në fakt nuk ka pasur një heqje të stemës. Pra, ju besoni që Nezhmedin Spaiu nuk është detyruar që ta heqë stemën? Maliqi? I ka hub diçka. Më duket se kemi komunikime me zotri Maliqi. Të shohim derisa ta kemi komunikimin me zotri Maliqi. Zotri Maliqi na dëgjon? Mirë, shpresoj që shumë shpejt regjia do ta kthej prapë zotri Maliqin dhe do ta kemi. Si duket udhënu si me sulmojmë nezhin. Jo, nuk u udhënu në fakt. Zotri Maliqi vetëm ishte duke e dhënë këndvështrimin e tij në lidhje me komplet vizitën e Nezhmedin Spaiut në Beograd. Ai paraprakisht nuk ishte rrugës për në Bern, pra nuk ka pas mundësi ta dëgjoj as debatin të cilin po e zhvillonim këtu, por si duket ai tha një çështje interesante, tha po e xhelozojnë. Dhe çështja është kështu. Kush e xhelozon dhe për çfarë arsye do të xhelozohet? Njerëz nion të ofenduar nga ai takim, sepse kemi hala njerëz që nuk i kanë zbar fatin e madhashëm me tyne. Kemi hala njerëz që i vujnë plagët e luftës. Kemi hala invalid luftës gjallë. Kemi kategori ndryshme që kanë përjetuar luftën. Pikë këtij aparati kriminal serb, cilën ky e ka mbështetur realisht. Edhe ky del tash kallëzon. Dua të them tek zotri Maliqi. Zotri Maliqi na dëgjon? Po dëgjoj. Po, sepse dua të refleksoj edhe një herë këtë që sapo thatë. Tha, zotri Maliqi na tha që ka qenë një takim çasti, ka organizuar, por zotri Nezhmedin Spaiu pohoi vetë se e kanë marrë me kerr zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë. Po nuk është kafe aty me hi kur dush. Zotri Maliqi? S'po dëgjon. Po. A na dëgjuar? Po dëgjoj tash. Po. Si bëhet që një takim spontan të ndodh me makinë zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë? Nëse tash këto takime fotografia mos me manipulu, edhe Rogovën e kanë marrë me makinë, e kanë quajë në Beograd e Milošević. Se do thosh po vetëm Rugova thotë se u kidnapua në një formë. Mendoni se e morën edhe nezhin. Tyre e para mos ofendoni Rugovën. Ajo ka në rop luftë. Hashim Thaçi shembull nuk është kidnapuar. Hashim Thaçi nuk është kidnapuar, e kemi pa me Vučićin takimi. Por Nezhmedin Spaiu nuk është përfaqësues i shtetit, zotri Maliqi. Ka përfaqësuar Nezhmedin Spaiu. Në çfarë cilësie është takuar zotri Spaiu dhe si mund t'i ndihmoj nga pozicioni i tij Kosovës, zotri Maliqi?
Për shembull, takimin e ku takuar voç. Të të me përhu, të rejtë zvorë kë. Më falë, zotri Mehmeti, në shumë se flasim të dy palët, nuk muna me dëgju njëri tjetrin. Zotri Maliqi, në qëfar cilësie dhe qëfar të mira ka pa Kosova nga takimi në Nezhmedin Spahijut me Gjuriqin në këtë moment? Jemi në kohën kur Kosova ka nevojë për me shti dorën me njëri tjetrin. Ne, për shembull, në Preshev, na nuk kemi problem me serbët. Na kemi me regjimin e Beogradit, me Vučićin. Dhe njerëzit sa herë shtrëngojnë duar, sa herë shifër, sa herë takohen, do të ishte mirë. Unë për shembull, nëse pas ka taku shumë lider të Kosovës, kanë taku e Gjuriqin, kanë taku Miloševićin, kanë taku e Vučićin, mos i përmendi tash emrat. Por, zotri Maliqi, e para punës, Nezhmedin Spahiu nuk është lider Kosove, e para punës. E dyta, për një sqarim që e përmende presidentin historik të Kosovës, Ibrahim Rugova, ai dhe familja ati natyrisht e dim në çka kanë kaluar. Rugova është kidnapuar. Vazhdimtar që asnjëherë s'ka qenë në Beograd në anën tjetër, kështu që s'mund të krahasojnë këto. Mos i qenë ka atëherë president apo lider, atëherë pse njeri duke një gjuhë në qafë, ka drejt mu taku me këndo, nuk e di pse ai natin ndaj tij, sepse zoti Nezhmedin Spahiu. Po cili është dëmi që ja bën? Po cili është dëmi që ja bën Nezhmedin Spahiu? Ja bën dëm sepse argument shtesë që kretë e tonë të luftës kanë kryer krime lufte. Që kjo Nezhmedin Spahiu, kjo dëm i tij. Ta kompromenton pjesën më të mirë të historisë. Që kjo dom, ta e ka që në Republikë, çdo natë kishë studio, flet ton kohën qatra patra, kjo do s'ka dom, ka dom. Spahiu taku me Gjuriqin. Zotri Maliqi, a është i tepruar reagimi? Apo veç një replikë të vogël me zotin Maliqi. Po? Ky e tha na nuk kem problem me Serbë në Preshev, po kem problem me Vučićin, me presidentin e Serbisë. Unë pe boj pyetje, a ke pas problem ti në Preshev edhe me Dačićin, edhe me Tadićin, edhe me Koštunicën, edhe me Miloševićin. Dhe këta a kanë qenë serbë të gjithë? Kur që i kjeta ku i shita të në Preshevti, apo janë të ardhën prej hone dhe e pas kanë okupu Serbin dhe tash nikosisht ju kanë kriju dhe juve, ja u kanë prish bashkim vllaznimin juve atje. Mëre burë, qka je ka folë? Kuleg. Okej, në ngura, mirë mjafton, të kthejmë të Maliqi? Serbia ka rënë dy gjoja, nuk gëzon të lëviz tashti, sepse i ka duart e lidhura, si të them. Unë nëse gjithë personalitetet kanë takuar, pa unë si gazetar kanë takuar Dačić. Edhe njerë ju lutem? Tjetër gjosht me taku si gazetar, Nezhmedini s'ka shku si gazetar. Nuk jemi duke dëgjuar Maliqin, në ngura. Nuk kemi duke dëgjuar Maliqin, nuk është se mbetja pa argumente, sepse po vazhdon të flasë, por nuk po e dëgjojmë. Zotën s'ko ka mirë me ndëgju fare ato se Jo, e dëgjojmë gjithë, zotrin Ngura. Ne i dëgjojmë gjithë. Mbase mund të jeni keq kuptuar, sepse zotri Maliqi ka pasur rastin të takoj këto personazhe por në cilësinë e gazetarit. Dhe atë ishte duke thonë zotri Maliqi, kërkojnë ndjes. Që ky zoti Maliqi që po i thuti, unë po i thëm drugar Maliq, ky e krahason rastin e Rugos me Nezhmedin Spahiu. Po kjo poshtërsia më e madhe që më e bën dikush. Zotrin Ngura, zotri Maliqi, të lutem, ke prekur butonin për ta ndalur mikrofonin, më thon nga regjia duhet ta heqësh butonin mute sepse nuk dëgjohesh. Zotri Maliqi, duhet ta lëshosh mikrofonin, të lutem. Atëre merreni sërish, ju lutem, sepse ka përshtypjen që po e dëgjojmë e nuk po e dëgjojmë, nuk duam t'ja kryejmë këtë përshtypje të rëm. Gajgjeri kishte kohë që dishte të flasësh diçka. As sa më ka mësu jeta, e di që armik të keq ose të mirë nuk ka, po ka armik ose jo armik. Ne e kemi armik Serbin, pa dyshim, ne duhet kthehemi në realitet, ja tregojmë edhe vetes edhe botës realitetin. Ne duhet të shtrim dorën e pajtimit, por dora e pajtimit nuk shtrihet prej atij që nuk shtrihet nga viktima tek dorasi, po nga dorasi bëhet kërkim falja ndaj viktimes dhe shkojnë drejt pajtimit gjonat. Serbia nuk është në gjendje tashë 26 vjet. Tashë 26 vjet me na kërku falje për gjitha gjenocid që ka bën Kosovë, për gjitha ato vrasje, masakra, dhe ende kemi njerëz të cilët trumpetojnë që ne duhet të shkojmë të takojmë Gjuriqa e njerëz të institucioneve serbe, të cilët me njerë të nesërmen shpallin luft Kosovës. E qartë. Azren, një koment për mbyllës?
Pajtora me këtë, që veç për mu do shumë skandalos, krasimi me Ibrahim Rugobën edhe menegjerin Spahijun, një arkitekt, një njeri i madh me kontribut madh në historinë tonë, mu krasu me një njeri që i bën favore Serbisë, kjo është skandaloze. Madje mu merr turp që jem këtë mision ose të jem, do të thonë një mision, po bashkë me të biseduar. Kjo është skandal. Po ai njeri nuk e di prej ka nisot. Pra me not është një njeri që ka qëndruar stoikisht në Prishtinë, o marr peng me këtë forcën e aparatit serb. Mu krahasu me një njeri që shkon me qef në Beograd, kjo është skandal i llojit vet. Po kjo i shkon asha Maliqit, po shtatin neve tjerëve jo. Kjo është e papranueshme. Maliqit vetë pyetjen ja kisha bë, a i shkut edhe ti mu taku me gjuritë që njëjtë që shka bo Nezmedin Spahiu. E kemi, zoti Maliqi mund t'ja bësh të pyetje, atë shalën po e lirojmë për shkak të obligimeve, faleminderit gjithmonë krahasi të kemi këtu. Bëja pyetjen dhe kthehemi pas të Fatonit, lutem. Zotri Maliqi, a do ishe takuar me gjuriqin në rast se do të kishe ftuar edhe ty në zyrën e ti? A do kishe shkuar të takosh? Si, po dëgjoj. Edhe një lutem. Zotri Maliqi, a do kishe shkuar të takosh gjuriqin në zyrën e ti në rast se do kishe kërkuar nga ju të shkoni të takoni edhe të kishte sjell makinën e shtetit serb për t'ju të quar deri në zyrën e ti? Po valla kisha shku me gjithë shef, pse jo? Do të kishit shkuar? Ma mirë me marrën, ma mirë me shku me një kerë, unë kum lypë edhe Miloševiqin me taku edhe Bin Ladenin, pse jo? Edhe me kriminal takura. Zotri Maliqi, çfarë cilësie do ta takoje? Do të takoje si gazetar, ose si analist, pse jo? A do t'i flesje për shtypjen që i bën gjuriqi dhe njerëzit e ti bashkëpunëtorët e ti politik shqiptarëve në Preshev? Pardon, pardon. Ju më herët da thatë që shqiptarët në Preshev nuk kanë problem me sërbët, por kanë problem me regjimin e Vučićit. Gjuriqi, a është pjesë e regjimit Vučićit? Jo, kuptohet me regjimin autokrat dhe regjimin diktatorial të këtij Vučićit, na kemi të lashe, këtë normale. Po me qytetarët e Luginës Preshevës nuk i problemi. Gjuriqi, është pjesë e këtij sistemi shtypës? Po, është normal se është edhe ministri jashtëm sa di është, apo? Dhe kanë drejt një analist, një qytetar i Kosovës me taku. Po mvaret krejt, ju mos u bën zonë shumë fotografia, po duhet mu bazu te njëri Nezmedini çka ka folën me gjuriqit. Po, e qartë. Përballje saj, nëse ka thonë ai Gjakova Peja janë Serbi, atëherë nuk bën me shtu. Zotri Maliqi, e pat ju deklarimin e ditës së nesërme të gjuriqit, pas takimit me Nezmedin Spahijun? Po, jo, nuk e s'kam qenë rrjedha, ka demantuar ky Nexhi. Jo, nuk i ka demantu, vetëm se ka thënë se jemi të gatshëm ta pushtojmë Kosovën. Kur nuk e kon fare në rrjedha. Nuk i di me të ty, vetëm se... Po do më në kalzu si pas ke kumar të atë. Ata Milona e Dargona që i kiku i shijat janë Presheva. Çka e ka do më në kalzu? Jo, sepse... Po, jo, hiç, po, jo, po, është kjo. Mos e përthirin e gjatin, ej. Jo, si ti e në gjati, e në Nezmedini, ju e një njëta kategori, o ti, Zotri Maliqi. Të lutem, Zotri Gaziani, Zotri Maliqi. E ta unë shkoj si gazetar, edhe një... Si gazetar, a i se ka thirë ata si profesor, po e ka thirë si person. Mirë, por Maliqi foli si gazetar, dhe besoj se edhe ju do të atakoni si gazetar. Pavarësisht si gazetar, ose si profesor, ose si shkado që e takon një njeri armik, që e konsideron armik, ti nuk del në fotografi me to. Pajtojmë të mos pajtojmë me ty gazetar. Ta dëgjojmë. Jo me dojnë mu krenu që e takova në gjuriqin. E qartë, për çështja tjetër është... Zotri Maliqi, vetëm edhe një diçka e kemi me juve se... Unë sot kom këtu në Bern Fest, e kemi presidentin e Republikës Kosovës, mos ma prish një ditën, mu shumë më... Jo, do ta kemi mundësinë të diskutojmë. Me këtë do ta mbyllim. Okej, me qenë se jemi po të thuaj se drejt fundit të këtij bloku, më lëni të falenderoj gjithë të ftuarit në këtë participim. Maliqi, kthehem tek ty, më pret lutem se dua të flas për presidentin Osmani pak. Faleminderit Gaxheri, faleminderit Mehmeti shumë. Një koment për mbyllës, po patjetër. Unë dua dy gjëra të fundit me qenë se nuk po ta shumë hapësirë, por arsyeja pse gjuriqi e ka publikuar këtë, ai me të ka bërë me qëllimin që për të thënë se ne kena probleme me disa që janë në Hog, ata janë largu se nuk kena probleme me shqiptarët të tjerë këtu dhe jena në rregull ne me shqiptarët, cilët e pranojnë edhe pushtimin. Edhe së dyti, unë duhet t'ja bëj një thirrje publike Petreta Jetit, drejtorit të AKI-s, t'i them që ta kryj punën për cilën është aty. Nuk di çfarë punë bën një njeri cili e ka obligim me e rujt sovranitetin e vendit prej njerëzve cilët pretendohet që mund të sillen rrezik. Petreta Jeti nuk e di çfarë po bën tashti. Nuk e di pse një njeri
shefi AKI-s nuk e di pse nuk ka reagu, nuk e di çfarë bën ai njeri. Mirë, faleminderit shumë Mehmeti, kënaqësi dhe ndjes nëse nuk e kemi kalkuluar kohën mirë. Faleminderit shumë edhe Bardh Nëngurës, kënaqësi t'ju kishim program zoti Nëngura gjithmonë. Zoti Maliqi, me që je në këtë ditë, na thuaj çka po ndodh në Zvicër. Po, siç e thash, nusën e Preshevës e kemi këtu, në Bern, në kryeqytetin helvetik, siç pe shihni me flamurit të Zvicrës, është kantoni 27 do të jetë Berni, Zvicra për 2 ditë rresht, domethënë për 48 orë, ku presidentja do takohet me presidencën zonjën Karin Suter, pastaj me shefin e diplomacisë zvicrane zotin Ignace Lukasis, me shefin e policisë, pastaj edhe me shefin, me ministrin e mbrojtjes. Kështu që është një Por lajmu bë se kush do ta mbroj, kush do ta ruaj presidentën ton pas këtij kërcënimi në Zvicër, zotri Maliqi. Mund na tregosh detaje? Po, je biseduam edhe me Policinë Federale, me Fedpolin, se është masa ka marrë jashtëzakonisht të fuqishme policia këtu, dhe do të, ja unë për shembull këtu jam i rrethekuar nga policia, Fedpol dhe gjithë, dhe ata thonë se do të jetë Eli do të jetë më e sigurt se në Kosovë. Zonja presidente Osmani këtu në Bern. Përveç policisë zvicrane që do ta shoqërojnë në çdo hap, njëkohësisht edhe policia e Kosovës, edhe detektivët e saj, edhe domethënë në përbrojtje do të bashkëpunojnë me policinë zvicrane dhe do të jenë bashkërisht me të. Sot pritet këtu të bëhet një defilim të presidentës të Kosovës dhe zonjës Karen Suter, që do të defilojnë këtu dhe do të përshëndesi qytetarët dhe diasporën shqiptare ku janë mbledhur gjithë këtu. Po, e qartë. Zotri Maliqi, nëse keni ndonjë detaj, po shumë shpejt jemi drejt fundit. Më pastaj kemi edhe një konferencë shtypi për media, sigurisht do të pushtohet nga media tona shqiptare, ato nga zvicrane sidomos, por sigurisht do të ketë edhe nga media slave ndonjë serbati këtu, dhe pyetjet kuptohet rreth këtyre takimeve. Kështu që nesër pastaj zhvill. Nuk do të flasim për ditën e nesërme, se mbase të nesërmen do ta kemi rastin që edhe një herë të bisedojmë së bashku në lidhje me këto takime. Gjithsesi, zotri Maliqi, është momenti që t'ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në Kosova Today dhe normalisht për shprehjen e mendimit të ndryshe. Tek e fundit secili kemi të drejtën ta japim mendimin tonë. Normalisht. Demokraci. Faleminderit shumë, është koha që ta shikojmë pollin të cilin e kemi hapur krejt në fillim të emisionit, ta shohim se çfarë mendojnë qytetarët tonë, regjia nëse ka mundësi ta kem pra, polli jonë, pyetja është shumë e thjeshtë, a i ka bërë dëm Kosovës apo vetës me takimin me Xhyriç? Është fjala për Nezhmedin Spahijun dhe 64% e personave që kanë marrë pjesë në pollin tonë mendojnë se zotri Spahiju e ka dëmtuar veten me takimin e tij të fundit, në fakt me takimet të cilat i kishte në Beograd. Kështu është momenti ta mbyllim këtë blog, do të shkëputemi me pak marketing dhe rikthehemi me diçka krejt tjetër.